Të gjithëve na pëlqen jeta e shtrenjtë, por janë dy shenjat të cilat duan të ndajnë çdo detaj me ndjekësit e tyre në rrjetet sociale. Luani. Luani jeton atë që ne e quajmë jetë e gjatë. Shenja Luani dëshiron të vesh vetëm rroba të stilistëve dhe në veçanti ajo zgjedh shtëpitë e mëdha të modës. Sa më e madhe të jetë logoja e shtëpisë, aq më mirë për Luanin. Kjo është ajo që dëshiron. Dhe kuptohet se kudo që të qëndrojë dhe kudo që është, ai poston story në rrjetet sociale për të treguar se ku ha, çfarë pi, çfarë vesh dhe në cilën zonë të saktë ndodhet. Peshorja. Edhe peshorja ndjek hapat e Luanit. Ajo ha në restorantet më të shtrenjta, drejton makina më të mirë dhe vishet vetëm me rroba të stilistëve. Gjithë këtë stil jetese peshorja zgjedh t'ua tregojë ndjekësve edhe në rrjetet sociale. Sigurisht që ajo dëshiron të tregojë të gjithëve se sa shumë argëtohet dhe sa e shtrenjtë është jeta e saj. Psikika e saj forcohet duke ditur se të tjerat e kanë zeli për atë që ka. Nëse i gjeni veten në këto cilësi, ju lutem lini komentin tuaj poshtë videos. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.